Dashi. Ambicia do jetë me tepris gjatë kësaj dite. Do rishikoni edhe disa projekte që keni bërë më parë dhe do ndreqni gjithçka. Nëse keni një lidhje do keni një ditë të rëndësishme nëse tregojeni realist dhe nuk kërkoni gjëra të pamundura. Nëse partneri ju propozon diçka të re për të provuar, mos ja prishni qefin sepse ai do kërkoj diçka tjetër shumë shpejt. Beqarët do keni takime, por personat nuk do ju duken aq perfekt sa për të filluar një lidhje. Në punë sa do të vështirat ju duken gjërat nuk do dorëzoheni asnjë moment. Për fat të keq financat mund të pësojnë tronditje për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme që do kryeni. Demi. Vështirësitë më të mëdha gjatë kësaj dite do vinë nga fakti se nuk do merrni dot vendimet e duhura. Shpesh do ndiheni edhe të lëshuar plotësisht. Për ju të dashuruarit, edhe pse tundimi në disa momente do jetë shumë i fortë, ju sërish do arrini t'i qëndroni besnik atij që keni në krah. Emocionet dhe kënaqësitë kanë për të qenë shumë të forta. Ju beqarët do keni disa takime mbreslënëse të cilat do ua ndryshojë jetën përgjithmonë dhe do ju rikthejnë buzëqeshjen e munguar. Në punë do i konkretizoni të gjitha planet dhe do jeni të qetë. Buxheti do jetë delikat sepse do shpenzoni pa menduar për të qetësuar ankthin. Binjakët. Ka rrezik që dita e sotme të jetë e mjegullt për të gjithë. Ju që jeni në një lidhje nuk do i keni shumë të qarta mendimet dhe nuk do dini çfarë hapash duhet të hidhni. Mos veproni asnjë moment pa u bindur. Nëse jeni beqar do bëni mirë të mos nxitoheni për asgjë pasi në të kundërt situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Në punë duhet të jeni të qartë para se të hidhni çdo lloj hapi. Vendimet e mëdha merrini pasi të konsultoheni me kolegët tek të cilët besoni. Në planin financiar gjendja do përmirësohet tej mase fal ndihmës së çmuar që do ju japin disa të afërm. Gaforja. Ditë mjaft e qetë ka për të qenë kjo e sotmja. Do jeni më të logjikshëm dhe do arrini të zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje. Për ju që jeni në një lidhje kjo e sotmja do shërbej për të reflektuar me kujdes dhe për të bërë plane. Nëse jeni beqar do keni një ditë të paqëndrueshme dhe nuk do ndiheni as pak gati për të joshur. Në punë do ecni në bazë të planeve dhe do programoni gjithçka përpara se të veproni. Në planin financiar problemet do jenë të shumta, kështu që mire do jetë të kërkoni sa më shpejt ndihmën e specialistëve. Luani. Duhet të jeni më të hapur për të provuar gjëra të reja sot, pasi vetëm kështu jeta juaj do marrë një drejtim edhe më të bukur. Nëse jeni në një lidhje do e ndryshoni tërësisht sjelljen me partnerin tuaj dhe gjërat mes jush do ecin më mirë. Do jeni më të kthjellët e më të logjikshëm me gjithçka. Ju beqarët do keni shumë sukses në dashuri dhe do e harroni mërzitjen e së shkuarës. Në punë ka mundësi që me pak përpjekje të arrini atë që keni dëshiruar. Mos u ndalni që me vështirësinë e pare që do ju dalë. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me disa probleme të vogla, por që do ju mërzitin disi. Mirë është që të merrni sa më shpejt masa. Virgjeresha. Yjet do ju bëjnë më të pasigurt sot dhe nga ana tjetër do e keni më të vështirë t'i shprehni ato që do ndjeni. Nëse jeni në një lidhje do ndani aktivitete të përbashkëta me partnerin dhe kjo do ju afrojë akoma më shumë. Me qetësi dhe këmbëngulje do ja dilni mban me sukses. Ju beqarët do keni shumë pretendentë sot dhe do ju rritet goxha mendja. Kujdes sepse edhe mund të gaboni. Në punë nuk do keni shumë besim tek vetja dhe ka mundësi të mos i arrini ato që doni. Nuk do i dëgjoni as këshillat e kolegëve. Buxheti nuk do jetë i keq nëse arrini të shpenzoni me limin. Peshorja. Sot duhet të tregoheni më të fortë dhe më të pathyeshëm sepse shumë do mundohen t'ju rrëzojnë. Nëse keni një lidhje mos i dëgjoni as pak fjalët e atyre që ju rrethojnë, por dashurohuni si ta ndjeni dhe bëni atë që do ju duket më e logjikshme. Nëse jeni beqar ka mundësi të bini në dashuri me një person me shumë vlera që do ua zbukurojë jetën një herë e përgjithmonë. Në punë do keni konkurrencë të fortë me disa kolegë. Ai që duron dhe guxim më shumë do jetë më i fituari nga të gjithë. Në planin financiar do përballeni me vështirësi të vogla, por që do ju mërzitin shumë. Akrepi. Kjo ditë do jetë shumë e mirë fal ndikimit të Saturnit. Do shpreheni më shumë dhe nuk do keni as kontradiktat më të vogla me njëra tjetrën. Nëse jeni në një lidhje do keni një ditë të bukur, me momente të ngrohta dhe pa konflikte. Nëse jeni beqar bëjini syt katër sepse në çdo moment sepse mund të ndeshni personin e ëndrave.
Shfrytëzojini çdo mundësi që do ju jepet për të dalë. Në punë do keni më shumë vullnet dhe do jeni më këmbëngulës për të arritur ato që dëshironi. Nuk do keni më situata të ndërlikuara. Shpenzimet e tepruara ndalini një herë e mirë sepse përndryshe gjendja nuk do stabilizohet. Shigjetari. Planetët do I keni gjithë kohës pranë dhe ata do ju bëjnë shumë më të logjikshëm. Jeta juaj në çift do jetë gjithë kohës e mbrojtur. Nuk do keni asgjë për çfarë të qaheni, përkundrazi do ndiheni më së miri. Ju beqarët duhet të bëni akoma më shumë me durim që ta gjeni personin më të përshtatshëm. Po u nxituat mund të bëni zgjedhje të gabuara. Jeta profesionale do ketë ndryshime goxha pozitive të cilat do ju bëjnë të shihni gjërat më me optimizëm. Mund të ngriheni edhe në detyrë. Të ardhurat do përmirësohen ndjeshëm fal maturisë që keni treguar kohët e fundit me shpenzimet. Bricjapi. Do shkëlqeni pafund gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do ju ecë ashtu si e kishit menduar. Saturni do ju bëj edhe më të mençur dhe më reflektues. Nëse keni një lidhje do flisni më hapur me partnerin dhe do ja shprehni atij dëshirat që keni. Ai do mundohet t'ua bëj qefin sa më shumë. Ju beqarët do keni njohje vërtet shumë të veçanta dhe jeta mund t'ju ecë në atë drejtim që keni ëndërruar aq shumë. Në punë nuk do I arrini dot të gjitha objektivat që I kishit vënë vetes dhe mund të mërziteni. Pranojeni mbështetjen e miqve. Buxheti do jetë I jashtëzakonshëm, kështu që mos u mërzitni as pak. Ujori. Sot do jeni shumë të paqëndrueshëm në mendime dhe nuk do I dalloni dot qartë të vërtetat nga gabimet. Në disa momente do jeni me humor të keq. Nëse jeta juaj në çift është e trisht dhe I mungon emocioni, duhet të bëni të pamundurën që ta ndryshoni situatën. Po I ladh gjërat pas dore, mund të keni probleme serioze më pas. Nëse jeni beqar do preferoni aventurat kalimtare sot dhe nuk do ndiheni gati të filloni lidhje të qëndrueshme. Në punë do I bëni të gjitha përpjekjet për ta përtikaluar pengesat dhe do ja dilni. Yjet do bëhen bashkë dhe do ju ndihmojnë gjithë kohës me financat. Peshqit. Venusi do ju nxit të jeni më të hapur dhe më të gatshëm për të diskutuar sot. Ju të dashuruarit nuk do mbani më mëri për problemet e së shkuarës, dhe do e shihni të ardhmen me më shumë optimizëm dhe hare. Shprehini edhe frikërat dhe mos mbani asnjë ndryshim për brenda. Nëse jeni beqar do afroheni shumë me një person dhe do ndiheni gati për të dalë më shumë e për t'u njohur. Në punë ambicia do jetë shumë e madhe dhe do arrini çdo qëllim që do I vini vetes. Shumë nga ëndrat do ju plotësohen shpejt. Në planin financiar do I rregulloni që të gjitha problemet që keni pasur fal një shpërblimi të majmë që do merrni.